se vetëvendosjes do ta kishte presidencën, se me vetë faktin që opozita do t'i propozonte dy kandidat, atëherë ju do t'i ofronit në shkrimet si deputet, do t'kishin president propozon nga opozita. Po zori se ne nuk po pretendojmë që ta kemi pozitën e presidentit, është shumë e qartë, nuk mund ta kemi për shkak se kemi gjatë ka nevojë për qartësim më të theksuar të kësaj. Pra ju nuk po këngulni në pozitën e presidentit, sipas kësaj që po e deklaroni. Kretë që ka po kërkoni, është që të thuhen emrat në mënyrë që të mbështeten ato kandidatura dhe ti përkiste presidenti propozimit të opozitës, mos të më opozitës. Shumë e thjeshtë është, letë dalin ata me emra, letë na sfidojnë, këte e kemi emër, edhe atëherë letë mbetet sfida teknik. Nëse LDK-ja në një moment del edhe thot propozimi jonë është Vjosa Osmani. Leti në nënshkruan 15 në nënshkrime për Vjosa Osmanin dhe letë na sfidojnë. Letë na sfidojnë. Ju, po themi, e përjashtuat Vjosa Osmanin për shkak që... Falë, ta shtoj pyetjen. Për shkak që nuk i kishte numrat, nuk ishin numrat, apo kishte edhe arsye tjera? Për shkak se ajo aktualisht është në një studio tjetër televizive, ku po thotë, zoti Kurti ka vlerësuar punën time dhe në diskutimet që kemi pasur me të, s'm kam mbështetur për shkak se nuk don një president që merret me politikën e jashtme. Pra, janë disa arsye të tjera. Jo, arsyeja kryesore është që zënia Osmani nuk i ka pas numrat. Dhe kjo është e vetmja arsye. Kjo është e vetmja. Kjo është e vetmja arsye në procesin që kemi qenë. Pra i bie që Vjosa Osmani kur ka deklaruar që Albin Kurti në fund nuk grupi